Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Report Televizion. Ju njohim me lajmet e ditës përgatitur nga redaksia e informacionit. Nisim fillimisht me titujt kryesor. Është e mbuluar nga misteri vdekja e një italiani në Mesnat në Salarit të Pelenës. Edoardo Sarki, administratori një fabrike tullash italo-shqiptare në Tiranë, ishte në shtëpi në fshat të Eqerem Braçit dhe të dy djemve të tij dhe në mbrëmje dolën për gjueti. Ata u shoqëruan në polici ku po japin dëshmi kontradiktore. Policia dhe prokuroria ter informativ nuk tregojnë emrin e të katërtit të shoqëruar dhe as se me çfarë u qellua italiani. Gjykata e posaçme la në burg të dyshuarin për vrasjen e Klevis Leshit në 2020, Sabanusi mohoi të jetë autori dhe aq më pak të jetë paguar 50.000 euro. Porositës si Aurel Hoxha ende në Aratis pak keton vrasjet e vjetra të burrave në Fisin Leshi për të shkuar në gjurmët e gjakmarrjes pas vrasjes së vëllait të Aurel Hoxhës në Angli. Partia Demokratike nis konsultimet me aleat tradicional për të gjetur një kandidat konsensual për garën e Tiranës. Nga ana tjetër, kandidatja socialiste Ogerta Manastirliu në të njëjtin ambient ku demokratët kërkonin rivalin e saj, nisi fushatën e parakoshme në një takim me deputetet e reja. Ministria e Financave het për konsultim publik strategjinë e re të menaxhimit të borxhit publik për periudhën 2025-2029. Ulje e borxhit publik, reduktim të detyrimeve në valutë dhe zhvillim të tregut të brendshëm financiar objektivat kryesore. Për herë të parë parashikohen edhe obligacione qeveritare për individ. Fronëzohet mitropoliti i ri i Korçës, Sirësia e tij Atanastasi. Ai u zgjodh kryepiskop më 16 shtator nga Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në ndrejtimin e fortlumturisë të Joanit. Atanastasi e cilësoi këtë si një kapitull të ri për të shkruar librin e gjatë të besimit dhe të dashurisë. Hamasi pranon në parim planin me 21 pikat propozuar nga Donald Trump për fundin e luftës në Gaza. Plani parashikon që Hamasi të lirojë pengjet, të gjallë ose jo, brenda 48 orëve nga marrëveshja. Gjithashtu Izraeli do tërheqë ushtrin nga ripi i Gazës gradualisht. Të hënën Netanyahu do të takohet me Trump. Atletico Madridi ka shkaktuar një disfat të hidhur Real Madridit në derbi. Skuadra e Simeones ka fituar 5-2 me përmbysje duke dëshpëruar Temase Galaktikët që për më tepër këto e kishin humbjen e parë të sezonit. Nisim këtë edicion lajmesh me një ngjarje të rëndë. Është e mbuluar nga misteri vdekja e një italiani në Mesnat në fshatin Salari, në një rrugë pa banesa pranë dhe pas një kamera sigurie. Edoardo Sarki, administratori një fabrike tullash në Tiranë, ishte me disa të njohur nga Tepelena në shtëpinë e tyre në fshat për të dalë për gjuhë e tij. Eqerem Braçi dhe djemtë e tij u shoqëruan në polici ku po japin edhe dëshmi kontradiktore. Policia dhe prokuroria ter informativ nuk tregojnë emrin e të katërtit të shoqëruar dhe as se me çfarë u qellua italiani. Një italian 44 vjeçar, administrator në një kompani të madhe tullash në zonën e Laprakës në Tiranë, u gjeti pa jetë rreth mesnatës buz rrugës në Dilan, mes fshatit Salari dhe Nivic, në një prej akseve që përshkojnë Tepelenën. Edoardo Sarki, i cili banon në Tiranë, mendohet të ketë qenë për gjuhë e tij bashkë me disa të njohur të tij nga Tepelena, Eqerem Braçi, 2 djemtë të tij dhe një person tjetër, por rrethanat se si humbi jetën janë ende të paqarta. Italiani mendohet se vdiq nga hemorragjia nga një plag në trup. Burime për Report Televizion thanë se ende nuk është përcaktuar nëse kemi të bëjmë me plag të shkaktuara nga një armë zjarri dhe aq më pak për llojin e saj. Trupi i italianit është dërguar për ekspertizë në morgun e Tiranës. 4 persona që mendohet se ishin me të janë shoqëruar në polici dhe po merren në pyetje. 3 prej tyre janë Eqerem Braçi së bashku me të 2 djemtë e tij, Gazmend dhe Daniel Braçi, roli të cilëve në këtë ngjarje ende nuk dihet. Emri të katërtit në polici ende nuk dihet. Të tre kanë dhënë dëshmi kontradiktore për ngjarjen, thon burime nga grupi hetimor. Njëherë kanë folur për persona që u dolën para dhe u bën prit duke i qelluar me armë. Mëtej kanë thënë se e gjetën italianin në rrugë të vdekur e në një version tjetër se e pan të plagosur dhe u vdiq në duar.
Braçot kanë shtëpi në fshatin e Salaris dhe siç burime për Report Televizion thonë, italiani ka qenë në banesën e tyre derisa në mbrëmje kanë dalë për gjuhë e tij. Nuk dihet se çfarë ka ndodhur më tej, nëse kemi të bëjmë me vrasje apo ngjarje aksidentale, pasi në zonë nuk ka asnjë kamerë sigurie. 2 armë gjau u gjetën në vendngjarje dhe janë dërguar për ekzaminim nëse janë bërë qitje prej tyre apo jo. Si prova në vendin e ngjarjes janë dhe 2 automjete, një Volkswagen në pronësitë e italianit Edoardo Sarchi dhe para tij një Land Rover Defender tipi i ri në pronësitë të njërit prej të shoqëruarve. Mësohet se mjeti Land Rover është konstatuar me goma të dëmtuara, por ende nuk dihet nëse janë çar nga plumbat, pasi në vendin e ngjarjes nuk ka gëzhoja. Në vendngjarje janë edhe shenjat e gjakut pranë makinës Land Rover dhe që përshkojnë edhe rrugën, duke treguar në dukje se italiani i ndjer është lëvizur nga vendi ku është qelluar me armë. Hetimet po i drejton prokuroria e Gjirokastrës, por mësohet se atje kanë mbërritur edhe specialistë të krimeve nga Tirana. Eqrem Braçe në momentin e ardhjes në Gjirokastër u paraqit në spital, pasi nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore nga ajo që kishte ndodhur. Kompania Tegola Edil Centro në Laprak, për të cilën banorët e zonës kanë protestuar disa herë për shkak të ndotjes, administrohej nga italiani Edoardo Sarchi prej vitit 2023. Financiere e kompanisë është Majlinda Taga, e cila gjithashtu është ortake 50 me Gazment Braçin në kompaninë Salaria Gazi, me qendër në fshatin ku kanë edhe shtëpinë e pushimit që ftuan italianin. Ndërkohë vdekja misterioze e Edoardo Sarchit ka bërjehon edhe në mediat italiane, të cilat shkruajnë se 44 vjeçari rezulton sipërmarrës në Shqipëri. Edhe mediat e vendit fqinje cilësojnë ngjarjen mister dhe thonë se roli i 4 personave që kanë qenë përgjah me Sarchin mbetet i paqartë. TG.com 24 shkruan se Edoardo Sarchi frekuentonte shpeshherë Tepelenën ku ushtronte edhe aktivitetin e gjuetisë, ndërsa thekson se ngjarja po ndiqet edhe nga autoritetet e konsullatës italiane në Vlorë. Konsulata e përgjithshme italiane në Vlorë u informua për vdekje nga autoritetet lokale, kjo mësua nga burime në Ministrinë e Punëve të Jashtme, që nga raporti fillestar Ambasada italiane në Tiranë dhe konsulata e përgjithshme kanë mbetur në kontakt të ngushtë me Ministrinë e Punëve të Jashtme si dhe me familjen e shtetasit italian, duke ndjekur rastin me vëmendje më të madhe për të përcaktuar detajet e incidentit dhe për të ofruar të gjithë ndihmën e mundshme konsullore, shkruhet në artikull. Një tjetër media italiane, Varese News, shkruan se Sarchi në Shqipëri rezulton administratori një fabrike tullash, ndërsa në Itali njihet në botën e politikës nëpërmjet babait të tij, Vittorio Sarchi. Ai është një figurë historike në politikën lokale, një mik dhe bashkëpunëtor i senatorit të ndjer, Piero Pellicini, babai i deputetit aktual të Fratelli d'Italia dhe ish kryetarit të bashkisë Luinos, Andrea Pellicini, thuhet në shkrim. Ndërkohë, ANSA, një tjetër media në Itali, shkruan se Edoardo Sarchi, një sipërmarrës 44 vjeçar me origjinë nga Cunardo në Varese, u qellua për vdekje. Për vrasjen e 44 vjeçarit italian shkruan edhe agjencia, e cila thotë se Edoardo Sarchi vjen nga një familje që vendosi të investonte në tregun shqiptar shumë vite më parë. Augusto Nidoli, xhaxhai i tij, është një biznesmen i njohur në provincën e Vareses dhe më gjerë, i cili themeloi kompaninë italo-shqiptare Edil Centro Ltd në vitin 1996. Tegola Edil Centro, një kompani prodhimi tullash me seli në Tiranë, të cilën Sarchi ishte drejtori ekzekutiv, është pjesë e së njëjtës kompani të themeluar nga xhaxhai i tij, i cila tani drejtohet nga kushërinjtë e Sarchit, Antonio, kryetari i bordit të drejtorëve, dhe Edoardo Nidoli. Antonio Nidoli është gjithashtu presidenti i dhomës italiane të tregtisë në Shqipëri. Një familje punëtorësh dhe sipërmarrës i shtaftë, thot nën kryetari i bashkisë së Cunardos, Paolo Sartorio. Askush nuk mund ta kuptojë se çfarë ndodhi. Edoardo kishte ndjekur gjurmët e xhaxhallarëve dhe të kushërinjve të tij dhe tani ishte qytetari i botës, thot Sartorio. Do të vjoj me të tjera informacione nga kronika. Aurel Hoxha, i cili dyshohet se porositi vrasje për gjakmarrje të Klevis Leshit në vitin 2020, ai është nga Bureli, tashmë ndodhet në Arati, por gjykata e posaçme ditën e sotme ka zhvilluar seancën gjyqësore në ngarkim të 2 personave të tjerë të arrestuar. Bëhet fjalë për Sabanuzin, i cili e ka mohuar të jetë autori i vrasjes dhe aq më tepër të jetë paguar nga Hoxha. Ndërkohë, Samet Loka, një tjetër i dyshuar, pjesë e grupit kriminal të Aurel Hoxhës, i cili pastronte paratë e drogës, është lënë arrest shtëpie. Para tokave të zeza, 31 vjeçari nga Bureli Sabanuzi mohoi të jetë vrasje 22 vjeçarit po nga Bureli Klevis Leshi në vitin 2020. SPAK akuzon se është paguar 50.000 euro nga 36 vjeçari në kërkim Aurel Hoxha,
i cili dyshohet se e donte të vrarë të riun në shenjakmarrje ndaj vrasjes së vëllait të tij në 2012 në Angli nga kushëriri i Clevis Leshit. Avokati i Sabanuzit kërkoi heqjen e masës së sigurisë, por gjykata e posaçme e la në burg. Aurel Hoxha, pronari bar Monopol në Tiranë, dyshohet se është urdhëruesi, organizatori dhe drejtuesi i grupit kriminal që ekzekutoi dhe groposi 22 vjeçarin në vitin 2020, derisa mbetit e tij kockore dolën rastësisht në sipërfaqe nga erozoni në fshatin Mamuras. Pas vrasjes së vëllait të tij në Angli, në atë kohë 29 vjeç, nga Arben Leshi, ai dyshohet se u betua të marrë jetën e burrave të fisit Leshi. Në 10 vite janë vrarë 2 xhaxhallar të Arben Leshit, kushëriri i tij i vogël Klevisi, ndërsa djali i xhaxhait tjetër është zhdukur pa gjurmë që në vitin 2017. Në vitin 2023, hakmarrja u përmbyll me vrasjen në burgun e Peqinit të Arben Leshit, ekzekutorit të vëllait të Aurel Hoxhës në Angli. Leshi u vra nga i dënuari për jetë Sokol Mjacaj, i cili deri tani edhe pse është ripyetur nga prokuroria e Elbasanit, nuk pranon të bashkëpunojë për të treguar urdhëruesit. Me gjithë dyshimet se pas vrasjes së burrave të fisit Leshi fshihet të gjakmarrja, i vetmi krim që spakra në gjurmët e Aurel Hoxhës është rrëmbimi dhe vrasja e Clevis Leshit në 2020, i zbardhur nga bisedat në Sky CC 5 vite më pas. Personi tjetër që SPAK akuzon se ishte ndërmjetës në këtë krim, Saimir Kolaveri, është kapur në Itali dhe pritet ekstradimi i tij në Shqipëri. SPAK është duke hetuar për të gjetur prova dhe për vrasjet e më shumë se një dekade më parë të xhaxhallarëve të Arben Leshit, të cilat deri tani janë arkivuar pa autor. Për të arrestuarin tjetër në Shqipëri, 31 vjeçarin Samet Loka, gjykata e posaçme vendosi arrest në shtëpi. SPAK nuk e lidh Lokën me vrasjen e 22 vjeçarit Leshi, por e akuzon për pastrim të parave, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, të drejtuar nga Aurel Hoxha në pastrimin e parave në trafikun e drogës me investime në Shqipëri dhe jashtë saj. Një plagosje me armëzjarri është regjistruar pas ditën e sotme në zonën e kombinatit në kryeqytet, ku 41 vjeçari Misir Tanushi plagosi me armëzjarri kunatin e tij, Genci Mulla Ojmeri, 56 vjeç. Në momentin e ngjarjes, 2 personat kanë qenë në shtëpinë e të plagosurit në rrugën Lambi Bonata. Mësohet se pas një sherrri në gjendje të dehur, 41 vjeçari ka qelluar me armë burrin e motrës. 56 vjeçari ka mbetur i plagosur në këmbë, ndodhet në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Policia ka kapur autorin, ndërsa ka shpallur në kërkim edhe një 29 vjeçar, i cili dyshohet se në momentin e ngjarjes ka qenë i pranishëm në banesë dhe më pas është i larguar. Ekstradohet nga Gjermania në Shqipëri 38 vjeçari Fabio Ballabani, i cili sipas SPAK me urdhër të Emiliano Shullasit dhunoi dhe kërcënoi bashkëshortin e gjyqtares së apelit të posaçëm Saida Dollani. Ngjarja ndodhi në vitin 2019, i dyshuari ndaj të cilit gjykata e posaçme ka caktuar në mungesë arrest në burg, akuzohet se kanosi me armëzjarri bashkëshortin e gjyqtares në procesin kundër grupit kriminal të Emiliano Shullasit, ku bënte pjesë edhe vet 38 vjeçari. Sipas dinamikës së ngjarjes në atë kohë, Kristaq Prifti, bashkëshorti i gjyqtares, ndodhej në lokal pranë lagjes dhe në një moment që ka dalë jashtë pi cigare, i ka dalë përpara Fabio Ballabani. Ai e shtriu dhunshëm në tokë, i vendosi pistoletën në gojë dhe ju drejtua me fjalët: "Ti me gruan tënde mos harro se ke 2 djemt në Francë." Grupi i Emiliano Shullasit kishte kërkuar vazhdimisht që gjyqtarja Saida Dollani të tërhiqej nga dosja e tyre. Dalemi në këtë momente në informacionet nga faqa e politikës. Opozita ka nisur punën për gjetjen e një kandidati për zgjedhjet e pritshme në Bashkinë e Tiranës. Partia Demokratike ka zhvilluar takime me aleatët kryesor, Fatmir Mediun dhe Agron por duke se në të njëjtin ambient, atje ku është gjendur edhe Ogerta Manasirliu, kandidatja e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, e cila ka zhvilluar një takim me deputetet e reja të forcës së saj politike. Pas pak ditësh me Ndryshe nga socialistët që emrin për garën e Tiranës e kishin që kur Erion Velia ishte ende në detyrë, opozita u aktivizua për t'i gjetur zëvendësin vetëm kur qeveria e shkarkoi atë zyrtarisht. Për emrin e rivalit Ogerta Manastirliut, PD po kërkon mbështetje tek të gjitha partitë opozitare. Konsultimet e para i nisi me aleatët tradicional të saj, Fatmir Mediun e Republikanëve dhe Agrondukën e Partisë Agrare Ambientaliste.
një emër ende nuk e kanë. Dakordsinë e aleatëve, PD po e kërkon së pari për profilin që kandidati përbashkues duhet të ketë. Për ironi, ndërsa opozita diskutonte për rivalin potencial përballë saj, Ogerta Manastirliu, së bashku me drejtuesen e fushatës Belinda Balluku, ndodheshin në të njëjtat ambiente. Ne kemi kandidatën e Tiranës, kështu që uroj sukses e Partisë Demokratike se ata janë edhe të zotët shumë kur i gjen kandidatët. Faleminderit. Ishim takim për fuqizimin e grave dhe vajzave, kështu që. Një takim që na pritet. Besoj janë të gjitha deputetët e reja, dhe mendoj që ky është lajm i bukur sot, i shikoni të gjitha. Parashikim për rezultatin e Edhe pse palët ka nisur nga puna, për Tiranën nuk ka ende një datë zgjedhjesh. Procedura kërkon që pas shkarkimit e Erion Veliajt, qeveria të njoftoj presidentin për vakancën e krijuar në Bashkinë e Kryeqytetit, ndërsa kreu i shtetit duhet të dekretojë një datë zgjedhjesh brenda 48 orëve. Erion Veliaj nga ana tjetër është ende brenda afatit 15 ditor nga dita e shkarkimit për të ankimuar vendimin në gjykatën kushtetuese. Presidenti Bajram Begaj së bashku me zonjën e parë Armanda Begaj ka zhvilluar një takim me presidentin amerikan Donald Trump dhe zonjën e tij Melania Trump. Presidenti Begaj ndau foto në rrjetet sociale nga ky moment duke theksuar vlerën e marrëdhënieve strategjike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misia shqiptaro-amerikane, një lidhje e fortë dhe e pathyeshme, një aleancë historike dhe strategjike, shkruan presidenti Begaj në rrjetet sociale. Partia e Lirisë ngre shqetësimin për sigurinë ushqimore në vend pas rasteve të disa fruta perimeve me pesticide të zbuluara në vendet e Bashkimit Evropian dhe akuzon qeverinë për mungesë të kontrolleve dhe analizat të dyshimta nga laborator që sipas saj nuk funksionojnë. Skandalet me frutat e perimet të mbushura me pesticide dhe substanca të rrezikshme vazhdojnë njëra pas tjetrës. Ndërsa qeveria hesht, laboratorë që nuk funksionojnë, inspektorë që shfaqen vetëm për të bërë foto propagandistike. Qeveria duhet të mbajë përgjegjësi për këtë katastrofë të vazhdueshme dhe të garantojë menjëherë kontrolle të rrepta dhe të pavarura të produkteve bujqësore. Transparencë të plotë mbi rezultatet e analizave. Ndëshkime reale për abuzuesit dhe importuesit e pesticideve të ndaluara. Mbështetje për fermerët që prodhojnë në mënyrë të pastër dhe të sigurt. Në Kurbin është liruar një tjetër hapësirë publike pronë-shtetërore që ishte kthyer në një pikë grumbullimi mjetesh motorike të sekuestruara nga policia. Në hapësirën 2.6 hektar me 1664 makina, nga të cilat 1100 janë për skrap, është përfunduar inventari dhe shpejt pritet të fillojnë procedurat e ankandit. Ministria e Brendshme Albana Koçiu, së bashku me kryetaren e Bashkisë së Kurbinit Melinda Cara dhe drejtorin e policisë Ilir Proda, inspektuan nga afër aksionin, në përfundim të cilit kjo hapësirë do të përdoret për projekte në shërbim të komunitetit. Kjo është një nga 24 pikat e grumbullimit mjeteve në Shqipëri dhe e dyta pas Shkodrës që i është nështruar aksionit kombëtar për lirimin e hapësirave publike që është shtrirë në të gjithë vendin. Vjoj me lajmet nga ekonomia, ulje të borxhit publik, reduktim të detyrimeve në valutë dhe zhvillim të tregut të brendshëm financiar janë objektivat e strategjisë re të menaxhimit të borxhit publik. Ministria e Financave parashikon që deri në vitin 2029 burim kryesor financimi të ketë tregun e brendshëm, sidomos sektorin bankar. Ministria e Financave ka hedhur për konsultim publik strategjinë e re për menaxhimin e borxhit për periudhën 2025-2029, e cila synim përsuar ka kurrjen e mëtejshme të borxhit publik, uljen e kosteve si dhe të ndihmojnë në zhvillimin e mëtejshëm të tregut të titujve shtetëror. Prioritet, thot ministria, do të jetë ulja e borxhit nga 54% aktualisht për të arritur në 45% të prodhimit të brendshëm bruto, si dhe të ulet më tej ekspozimi i vendit ndaj valutës së huaj, ku një ndër prioritetet e strategjisë është ulja e borxhit në euro apo dollar. Sipas të zonave të Ministrisë të Financave, në fund të qershorit borxhi i jashtëm, pra në monedhë të huaj, ishte sa 43.3% e totalit të borxhit që ka vendi, ndërsa 56.7% ishte në monedhën vendase. Ekspozimi i vendit ndaj borxhit të huaj ka disa rreziqe, ku më kryesori është goditja që mund t'i vinë nga kursi i këmbimit në rast forcimit të monedhave të huaja. Një tjetër objektiv i parashikuar në strategji është edhe fokusimi kryesor për huamarrje për të përmbushur detyrimet e qeverisë në tregun e brendshëm, kryesisht në sektorin bankar, ndërsa
sa i takon tregut të huaj, do të synohet emetimi i kredive të buta për projekte prioritare, por edhe eurobonde. Për herë të parë në strategji janë parashikuar obligacione qeveritare për individ, që u japin mundësi qytetarëve të investojnë në letrat me vlerë të qeverisë dhe të fitojnë nga interesi i tyre, ose mund t'i shesin në periudha kur vlera e këtyre letrave është edhe më e lartë. Ky instrument synon të rrisë përfshirjen e qytetarëve në financimin e borxhit shtetëror, të nxjisë kulturën e investimeve afatgjata dhe të përmirësoj qëndrueshmërinë fiskale nëpërmjet reduktimit të varësisë nga tregjet institucionale dhe financimi i huaj, thuhet në dokument. Këto letra me vlerë do të jenë tituj të dedikuara për qytetarët, për të cilat do të ketë një normë interesi dhe afate të caktuara maturimi, por që nuk janë specifikuar në strategji. Kolonja zgjedh të nderojë kujtimin e Artan Lames, politikanit i cili u ndan nga jeta në muajin maj të këtij viti si pasojë një sëmundje të rëndë, duke i vendosur një rrugë emrin e tij pikërisht në vendin e origjinës. Një nga rrugët e Kolonjës nga sot do të mbajë emrin e politikanit, publicistit dhe historianit Artan Lame, i cili ndroi jetë 4 muaj më parë në Gjermani pas një operacioni të vështirë në zemër. Për familjen ky përkujtim është domethënës, pasi siç nëna dhe bashkëshortja e tij shprehen, Artan Lame nuk e fshih tek krenarinë e të qenit kolonjar. Me emrin kolonjar ai flinte. Është e çuditshme se sa pasion kishte. I thosha po dhe unë jam libovite, dhe unë kam Mirustenin. Lere më im thoshte, me kolonjar nuk hajni do t'ju. Kur më morën në telefon nga Këshilli Bashkiak i Ersekës dhe më thanë që është vënë emri i rrugës Artan Lama, isha ma hoqën gjysmën e dhimbjes që kisha dhe isha shumë e lumtur për këtë dhe mezi po e prisja momentin që të inauguroj. Është një nder dhe një krenari shumë e madhe për mua. Tani ishte kolonjari që me pasionin e tij krijonte formula unike, kur gjithçka e shumëzonte në natyrën e tij dhe i jepte identitet. Tani kishte kohën e tij, epokën e tij, mendsinë e tij, stilistikën e tij, të cilat i shumëzonte në pasion, i pudroste me sharmin e tij mbështetur me kraharorin nga mali i Gramozit dhe ashtu i ngjyroste në një unikalitet gjenial çdo qenë që e prekte, krijonte apo jepte për kushtimin e tij. Artan Lame u nda nga jeta më 23 maj të këtij viti duke lënë pas kontributin e tij të shquar kryesisht në fushën e historisë dhe studimit. Mitropoliti i ri i Korçës nga sot do të jetë hierësia e tij Anastasi, prisi ortodoksëve në Korçë, tha se rrugtimi i tij do të shkruajë një kapitull të ri në librin e gjatë të besimit. Në katedralen Ngjallja e Krishtit në Korçë, u mbajt ceremonia solemne e frynëzimit të mitropolit të ri të Korçës, hierësisë së tij Anastasit, kryepeshkopi Joan, e cilësoi një ditë gëzimi dhe bekimi për gjithë kishën ortodokse. Hierësi, Korça është kryeqyteti kulturor i Shqipërisë, djep i arsimit kombëtar dhe qendër e rezistencës shpirtërore, u lindi rilindja kombëtare dhe u hap shkolla e parashikë. Por sot si në gjithë vendin tonë, dhe ajo përballet me sfida të mëdha. Emigrimi masiv i të rinjve, lakja e popullsisë, vështirësitë ekonomike, ndikimi i sekularizmit, humbja e vlerave tradicionale dhe dobësimi i familjes, e cila është ylla për të pasur një shoqëri të shëndetshme dhe funksionale. Jam i bindur se do të gjesh përgjigje krijuese për këto sfida, do të dish të komunikosh me të rinjt në gjuhën e tyre, duke përdorur mjetet moderne, por pa komprometuar mesazhet e përjetshme. Mitropoliti i ri Anastasi falenderoi sinodin e shenjtë dhe besimtarët për mbështetjen dhe shprehu përkushtimin për të vijuar veprën e nisur nga paraardhësit. E di se ky vend që po më besohet sot nuk është i imi, por i Zotit dhe i popullit të tij. Lavdëroj Trininë e Shenjtë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, që në çdo kohë i ka dhënë jetësime, drejtim dhe kuptim. Hierësia e tij Anastasi, i lindur në Vlorë në vitin 1979, ka një formim të gjerë akademik dhe shpirtëror. Pasi ka ndjekur studimet në Athinë dhe në Universitetin e Vlorës, ai ka mbajtur pozicione drejtuese në institucionet arsimore shoqërore të kishës.
Disa informacione janë përmbledhur nga kolegët tanë në një blog shkurt lajmesh. Ndjekim. Gjykata e Durrësit caktoi arrest më burg për 24 vjeçarin Tajlor Tivari, të akuzuar për vrasjen me thik të 51 vjeçarit Valbon Beqiri në banesën e kushërirës në emigrim, për të cilën i ndjeri kishte çelësat për ta mirëmbajtur. Në paraburgim u la edhe bashkëpunëtori 27 vjeçar. I dyshuari për vrasje shfaqi pendes në gjykatë, ndërsa më herët në polici deklaroi se shkoi tek Beqiri të blinte drog, por se 51 vjeçari tentoi të kryej marrëdhënie seksuale me të. Orest Kurtaj, një 22 vjeçar me banim në Shkodër, u arrestua nga policia duke marrë një pako me kanabis për përqindje të lartë THC në një deg postare në Vorë. Policia njofton se është identifikuar dhe shpallur në kërkim porositësi pakos me 7 kg kanabis të dyshuar të trafikuar nga Kanadaja. Një 22 vjeçar nga Bregu i Fildisht me banim në Paskuqan të Tiranës u arrestua, ndërsa 2 bashkëpunëtor të tij, një shkodran dhe një tjetër nga Bregu i Fildisht, po banues në Paskuqan, po hetohen në gjendje të lirë. I arrestuari akuzohet se falsifikonte viza hyrëse në Shqipëri dhe u ashiste emigrantëve të vendeve të treta kundrejt 1000 eurove. Policia thotë se ka dokumentuar 7 raste. Një turk 37 vjeçar u arrestua nga policia në Tiranë, i dyshuar si organizatori një rrjeti të ushtrimit të prostitucionit në Durrës. Më herët, për të njëjtin hetim, policia arrestoi 3 gra kineze të cilat ushtronin prostitucion në një apartament të marrë me qira në Durrës. Rreth orës 6:40 të mëngjesit të kësaj të shtune në lagje numër 13 në Durrës, në afërsi të Bregut të Detit, u konstatua trupi i pajeti një burri rreth 70 vjeç. Hetimet e para të policisë janë që i moshuari të jetë mbytur në det. Nga kqyrja paraprake nuk janë konstatuar shenja dhune. Drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda ishte mes mbi 400 zyrtarëve të lartë në konventën e shefave të policisë evropiane mbajtur në selinë e Europolit në Hag. Në fokus ishte shtimi i skuadrave të përbashkëta hetimore mbështetur edhe nga inteligjenca artificiale për të gjurmuar asetet kriminale të përfituara nga pastrimi i parave përmes kriptovalutave. Nga një hetim disa javor, policia në Fier dokumentoi veprimtarinë kriminale të një 25 vjeçari për prodhim dhe shitje narkotikësh. Ai u vu në pranga dhe u sekuestruan 10 doza kanabisi që dyshohet se do i shiste në lagje të ndryshme të Fierit. Lumi Vjosa është tashmë pjesë zyrtare e programit të UNESCO-s, Njeriu dhe Biosfera. Lajmi u bë ditur nga kryeministri Edi Rama, i cili në një postim në rrjetet sociale shkruan: "Kjo përfshirje përforcon më tej statusin e Vjosës si një nga lumenjtë e fundit të egër në Europë dhe rrit vëmendje ndërkombëtare për ruajtjen e saj." Njeriu dhe Biosfera është një program shkencor ndërqeveritar që synon të përmirësojë marrëdhënien midis njerëzve dhe mjedisit. Mozaiku i Tiranës shumë shpejt do të jetë një stacion modern për turistët, ndërkohë që pritet të shndrohet edhe në një muze digital mozaikësh dhe qendër edukimi dhe inovacioni për fëmijët. Për vite të tëra, Mozaiku i Tiranës, një dëshmi e rëndësishme arkeologjike, gjendej thuajse i humbur, mes atmosferës së zymë të një grupi pallatesh të kohës së diktaturës, të lënë pasdore, jo larg qendrës së kryeqytetit. Gjithkush mund t'i kalonte pranë, pa e vënë re dhe pa kuptuar se aty ndodhej një monument me vlera. Një ndërhyrje nga studioja arkitekturore, Son Architects, e ka rigjallëruar përmes realizimit të një strukture me një dizajn modern, të frymëzuar nga vetë simbolet e mozaikut. Sipas arkitektit Rio Kërpaçi, Mozaiku i Tiranës pati nevojën e aktivizimit edhe për të kthyer në element gjenerator aktivitetesh të ndryshme për studiuesit, për ardashësit dhe fëmijët. 2 komponent kryesor ka ndërhyrja në zonë. Është elementi pasazhit, që ti duhet të studiosh, duhet të mësosh dhe duhet ta ndjesh gjithë hapësirën edhe të kuptosh se për çfarë po flitet në këtë sajt arkeologjik, dhe elementi mbrojtjes apo elementi që ndihmon me facilitete të ndryshme këtë sajt arkeologjik. Arkitekti shpjegon se elementi kryesori i mozaikut të Tiranës apo identifikuesi i tij është rrethi i jetës apo lulja e jetës, që tregon zhvillimin, mbrojtjen dhe për këtë arsye është përdorur në ndërhyrjen arkitektonike. Si element identifikues ne nuk donim të transformonim edhe të dilim jashtë kësaj kornize, por është përdorur edhe si element kyç në projektimin e hapësirave ndihmëse për mozaikun. Struktura e objektit së bashku me petalet, siç i quajmë ne, funksionojnë lidhur ngushtë me njëra tjetrën si një kundrapesh. Pra vetë objekti nuk është i lidhur me tokën, është i gjithë mbi tokë.
për arsye që është edhe sajt arkeologjik, për të mos dëmtuar sajtin. Ky element krijon edhe hapësira të ndryshme për studimin e vetë mozaikut, por edhe hapësira zyrash dhe hapësira të tjera në hollin e katit përdes, siç është ajo e ekspozimit, ku fëmijët, arkitektët, studiues të historisë apo dhe vetë arkeolog mund të krijojnë her pas here ekspozita të ndryshme për të njohur me mozaikun e Tiranës dhe mozaik të gjithë Shqipërisë. Kërpaçi shpjegon se kjo ndërhyrje në mozaikun e Tiranës ndikon po ashtu në të gjithë zonën përreth, duke krijuar hapësira të shumta publike. Mozaiku i Tiranës është zbuluar në vitin 1972, gjatë punës për ndërtimin e pallateve të bllokut Partizani në lagjen numër 9 të qytetit të Tiranës. Me të filluar gërmimet, arkeologët nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Instituti i Historisë zbuluan se ambientet ishin të shtruara me mozaik, ku konstatua edhe prania e ambienteve të një kishe të kultit kristian. La Traviata e Giuseppe Verdit është shfaqja e parë që çeli sezonin e ri në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Shfaqja operistike erdhi si një produksion me regji të Hugo De Ana dhe do të vijojë të ngjitet në skenë edhe për 3 net të tjera. Ajo është Violeta, gruaja që sfidoi normat e kohës dhe guxoi të jetojë dashurinë e saj deri në fund. Bëhet fjalë për personazhin aq shumë të njohur të operës Traviata të Giuseppe Verdit, e që mbrëmjen e së premtes i është dhënë jetë në interpretimin e sopranos Eva Golemi. Violetën e luajt për më tepër se 70 herë, dhe është nga rolet e mia më të dashura, por ky produksion në fakt është shumë i veçantë për mua, sepse është i regjisorit të madh Hugo De Ana. Shfaqja shënoi çeljen e sezonit të ri për Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ndërsa erdhi sipas vizionit të regjisorit me famë botërore, Hugo De Ana. Në vizionin e tij artistik, historia e Violetës merret përmes një skenografie monumentale dhe një gjuhë vizuale që t'i kalon kohët, duke sjell këtë kryevepër deri në ditët tona. Krahas Eva Golemit, ky personazh do të vijë interpretuar mbrëmjen e kësaj të shtune, më 27 shtator, nga sopranoja Zuzana Markova, një nga zërat më të kërkuar të repertorit bel canto, dhe më 28 shtator, nga sopranoja Nina Muho. Gjej rastin të kujtoj që kjo vepër për herë të parë, ky rol për herë të parë në 3 dhjetor të 1956-s, që është vendosur në Teatrin e Operës dhe Baletit, është performuar nga Marie Kraja dhe ndihem e lumtur që sot në produksionin e 9 të këtij teatri do të performoj në këtë rol. Ky produksion i sjell nga Teatri i Zagrebit do të jetë pjesë e një shfaqjeje të jashtëzakonshme për publikun shqiptar, duke vendosur teatrin ton të operës në të njëjtin nivel me teatrot prestigjioz që kanë pasur privilegjin të bashkëpunojnë me mjeshtrin Hugo De Ana. Traviata do të vijojë të shfaqet edhe më 27, 28 e 29 shtator në orën 20. Sezoni i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit do të vijojë me një seri koncertesh simfonik, ku mund të përmendim atë me violinistin Giuseppe Ghiboni, apo koncertin e Beethovenit me violinistin Jonian Kadesha. Ndërsa sa i përket shfaqjeve të baletit, sezoni hapet me edicionin e 4 të International Dance Festival, ku spikasin një omazh për muzikën e Ennio Morricone edhe rikthimi i magjisë së arthyesit. Në Berat u mbajt edicioni i 3 i Festivalit Ballkanik të Sanseve të titulluar La Verbariu, një ngjarje muzikore që synon ruajtjen, përcjelljen dhe zhvillimin e kësaj lloji muzike. Beranti mirëpriti për 2 net me radhë edicionin e 3 të Festivalit Ballkanik të Sanseve La Verbariu. Instrumentist nga Shqipëria, Kosova dhe Mëgjer performuan në skenën e Pallatit të Kulturës Margarita Tutulani pjesë instrumentale, kaba me klarinet dhe këngë valle të trebave të tyre. Për organizatorët, veprimtari të tilla mbeten të rëndësishme, jo vetëm për mbajtjen gjallë të muzikës së La Verbariut, por edhe përcjelljen tek brezat e rinj.
Seksioni shqiptar i CIOF-it dhe unë me cilësinë e kryetarit të kësaj shoqate kombëtare, që është pjesë e organizatës botërore të CIOF-it që punon në partneritet me UNESCO-n, e gjeti mundësinë të organizoj këtë aktivitet ballkanik këtu në këtë qytet për të krijuar një hapësirë më të gjerë në ditët e trashëgimisë kulturore kombëtare dhe njëkohësisht për të inkurajuar instrumentistët e rinj, instrumentistët e klarinetës dhe formacionet e sazeve për të patur një model në punën e tyre të përditshme që bëjnë në përgjallërimin e jetës kulturore, por dhe në planin social atë të formacionit të muzikor të sazeve. Duam që këto evente t'i përcjellim edhe brezat të rinj dhe mendoj që dhe shpresoj që të kemi sa më shumë evente dhe koncerte të kësaj natyre. Juria e kryesuar nga instrumentisti belg Nicolas Vener vlerësoi me çmim të parë instrumentistin Vath Feza, ndërsa u nderuan me certifikatën e mirënjohjes edhe 5 instrumentistë të tjerë. Erdhëm në fund të edicionit qendror informativ në Report Televizion Shqiptaria.com, Report TV.al për gjitha lajmet në kohë reale nga vendi, rajoni dhe bota. Na ndiqni po ashtu me programet tona në kanalin zyrtar në YouTube. Ju urojmë shikim të këndshëm programacionit të vijim, bashkë në pafshim në edicionin e radhës.